Një tjetër sezon turistik me shumë turist ka nisur në Theth, një nga destinacionet më të dashura të veriut shqiptar, por si çdo vit për krah bukurisë që mbetet magjepsese, problemet nuk kanë ndryshuar. Në krye të listës së shqetësimeve mbetet mungesa e energjisë elektrike, një fenomen i përsëritur që kthehet në sfidë për banorët. Rezervime ka, kërkesa ka mirë, argjuna më ku në bazë saj për këtë kërkesës. Do t'i shpreja popullit të Zotit dytë mira bashkërirë. Ne kena klientelën, ne kena kërkesat tana, po s'kena drita, s'kena tana këto hallet tjera si duhen me pas me u përshtat aty në për. Paramenoj tash se pranvera që ka ujë goxha shumë, po shohim mas i mujit se s'do të kenë hiç, kam përshtypjen. Janë sene si tash sa vjet që flasim, mankohen atana i pjatë hynave të zeza, dritat, ku i sjell se prap do përmirësime mbetjet. Polia, një nga operatorët e parë turistik në Theth, thotë se fluksi i turistëve është i lartë, por nëse nuk merren masat e duhura, ai ka frikë se gjithçka mund të kthehet në bumerang dhe pasojat të jenë negative. Rezervime ka, po duhet na që të kena kujdes me tona këto gjëra që thash se. Se kot po i bim njerëzit e po zhgënjehen edhe po kthehet, masanej frika është që të kthehet në bumerang, si thonë. Me qef se kisha dashur ta gjao, por që pak vëmendja e pushteteve, saneve realisht ka më kthy. Ndërsa numri i vizitorëve rritet çdo vit, mbetet thelbësore që vëmendja të mos mbetet vetëm tek statistikat. Problemet si energjia, ndërtimet pa kriter dhe menaxhimi i ujrave të zeza janë kërcënime serioze për këtë mrekulli natyrore.